Mirëmbrëma. Jemi me Laertin me trimin e Beratit, ose trimin e Tiranës më saktë, Samiut, edhe jemi 24 orë non-stop në monitorim të shkeljeve ligjore. Tani po shikojmë që në rrugën kryesore të Alidemit po mbushin gropat me idenë që gjoja këta punojnë. Por duke ecur dhe duke Por pa çka se po bëjnë ripat e vegjël, mbeturinat atje ku janë. Tirana nuk pastrohet më. Tirana nuk pastrohet sepse parat janë vjedhur. duke kaluar këtu i pam. Po vazhdojmë te, ja ku janë Fenelin. Sjell të gjitha makinat, e duke hedhur lopata, duke shtruar, duke ikur. Po pra, edhe tek pjesa e uzinës aty kishin hedhur kështu, zift. As asfalt nuk është. Që është thjesht një mbushje sa për sy e faq. Jemi non-stop deri në 11 maj, deri në 12-13 maj sa të mbarojë procesi i numërimit. Nuk ndalemi, sepse do i sjellim lirinë Shqipërisë. Ja ku janë Fenelinat, duke mbushur gropat. Ka filluar asfalti elektoral gjithandej. Gjithandej është asfalti elektoral nëpër Tiranë, sepse këta gjoja i kanë të mbyllura zgjedhjet. Gjoja këta janë të fitus. Dy pjesë të tjera. Po, ja. Vazhdon asfalti elektoral. Mbushje e gropave. Normalisht që rruga do të ishte e shtruar dhe mirë mbajtur gjithkohës, por e bëjnë tani para zgjedhjeve. Me gjas apo me synimin që këta do manipulojnë njerëzit. Edi Ramës i themi dil nga zyra, e ke parë tani nuk del me. Ka që kur dështoj me Belindin ky tek Komisioni Incineratorëve, sepse u lot shumë nga që pi drog, ai që pi drog nuk e merr gjëna vetën. Edhe 2 orë aty 3 orë Belindi vetëm e pyeti bam, fund fare tha kam firmosur tha. Kam firmosur shuf. Fap. Po kur firmon zyrtari, ajo firma çon burg. Edhe që aty nuk del më. Këtu poshtë ka sërish. Këtu poshtë se ka rënë shtylla e tensionit, të shiko. Këtu hajde këtë na zeri korrent mirë. Hajde. Jemi të rinj. Ka rënë kjo shtylla këtu. Po bën riparim me kësaj filmi, se s'mund të ri kështu. Se është nam. Po që këtu poshtë më përpara. Sot mbas dite pam. Po sot ishte hedhur sot. Ishte hedhur një 70 metra kështu, po vetëm në një pjesë. Aty ku mendojnë se i kanë bler votat. Kishin hedhur çik zift, as e kishin shtruar fare. Dhe vazhdojnë tash për të mbushur gropat. Në fakt, gropën e Tirama do ta hajnë në 11 maj. Një grop të madhe që nuk e mbush dot. Do zhytet vetë. Do zhytet vetë aty dhe nuk del më. Ju përshëndesim nga uzina autotraktorit për t'i thënë gjithë patronazhistëve që jemi në këmbë 24 orë 24 deri në 13 maj. Ja dhe 14. Jo, do zgjasin faksionat e votave të diasporës. Po. Do zgjasi pak. Ja ku janë këta zotrinj këtu. Që mbushin gropat. Këtu jemi tek shkolla. Jo, kjo është tjetër, është Marie Logoreci. Është tjetër, janë 2 shkolla këtu. Ramës nuk janë banë me të dali. Mendon se duke hedhur asfalt elektoral do manipulojnë njerëzit. Mirë po, në 11 maj shqiptarët e kanë dalë mendjen. Edhe pensionistët e kanë dalë mendjen. Kam takuar pensionistë dje dhe sot që më thoshin që nuk na gjen dot më sepse na ka torturuar. Na ka shkatruar ekonomikisht. Nuk shtyjmë dot muajin. Edhe nuk e kanë as pensionistët nuk e kanë. Transporti veçantë. Ja, se vazhdon. Zifti për të mbushur gropat. Këto nuk kanë për ta mbushur gropën e madhe që do hajë Edi Rama në
Ule. Ule sa do ja ulim llampat e Tiranës 11 maj. Kështu miq. Rinia e demokratëve është rinia e Shqipërisë, është rinia për cilën duhet jeni krenar se kemi 12 vjet që nuk kemi lodhur, e s'kemi për të lodhur kurrë. Derisa ta çlirojmë Shqipërinë, ta bëjmë të lirë demokratike dhe të zhvilluar ekonomikisht. Ne do bëjmë gjithçka. Laerti është bish Laerti. Është djalë me zemër. Ja, po vazhdojnë dhe poshtë. Pas kam pulsin. Po normal, do e mbushin gropat deri. Ka rrugë, madje këtu, kjo është pjesa e uzinës, këtu mbrapa, duhet të kesh makinë të madhe, makinë të lartë që të kalosh, se makina e vogël e çan sa do kartin direkt. Këtu njerëzit jetojnë si të jenë në vendje lufte. Këta në rrugë kryesore po hedhin asfalt elektoral, po mbushin gropat. Vende, në për rrugica futen edhe e shtrojnë një asfalt, sepse mendojnë se do i manipulojnë, ta i mendojnë njerëzit për budallëjnë. Por, gjithçka varet ekonomia, xhepi shqiptarëve është bosh. Xhepat e shqiptarëve janë të varfëruar. Ja ustaj po punon. Po e bën gati që të vi asfalti pas. Gjithçka në këto zgjedhje do varet nga ekonomia. Sepse pensionistët, po edhe të rinjt, nuk mund të ushqehen me luk bosh. Lulaj, respekte, të bekon lulaj. Sepse Laerti e kapi. Laerti e kapi, mori në telefon, edhe dolëm, por që monitorimi vazhdon. Po mlodhëm këtu. Mimi dakord, e kapi ti. Oj. Dhe japsh një mesazh? Mesazhi është i qartë. Mbaj. Ka mbaruar ky muhabet. Ne erdhëm, ata e din vet. Po, legjenda. SB. Ja dhe plera, prap. Po ty tek mbrapa xhamis tek ne. Aty të lagjoj unë. Po? E denoncova unë, di si ishte bera apo jo. Tmerr. Aty Po ishte. di se aty edhe plera çdo ditë. Po. As do di fare. Kjo qeveri ka mbaruar, mendojnë se me asfalt elektoral, duke mbushur ca gropa sa halal ta shtronin sak. Duke hedhur zift, mendojnë që do marrin votat. Po, s'do gënjehen kësaj radhe shqiptarët. E sidomos lagja e ish uzina, Kanë filluar të hiqen non gratat? pas lajmit. Sidomos lagja e ish uzina traktorit nuk do gënjehet më, sepse është një nga lagjet më të varfra në Tiranë, është një nga lagjet më të lëna pas dorë, është një nga lagjet ku po të kalosh këtu nuk e mendon që je 10 minuta larg qendrës, por të duket sikur je në Kabul ose Teheran. Është një lagje për të ardhur turp. Por pas 11 majit dhe japim premtimin tonë që çdo gjë minimum do bëjmë normalen, do shtrojmë rrugët, do rregullojmë ujësjellës kanalizimet, do pastrojmë plerat, gjërat më normale që duhet bëjë një Është qeveri. bërë impianti për punimin të ujrave në Vlorë, 12 vjet nuk vjet në punë se s'kan paguar dritët. Se janë hajdut, more, janë hajdut. Edhe plazhi publik në Vlorë e kanë lënë aty ku derën ujët e zeza. Lajnë fëmijët tek fekalja, që i pifte dirama dhe Ermal Dredha ato. Ke këtu, ke rrugën këtu, është tmerr. Këtu është unaza e madhe, unaza e veriut që e ndau lubia në 14 lote vetëm për të vjedhur. Dhe rrugët janë cop-cop. Pra jemi
në qytet. Nuk jemi në periferi, jemi në qytet. Trotuare s'ka. Rrugët janë me gropa. Po mund të qash edhe gomën, normalisht. Ja. Rrugë s'ka. Është një rrugic pak më poshtë. Ja. Trotuare s'ka. Se thonë që e kanë baruar, po trotuar s'ka këtu. Duhet të ecësh sikur je gjimnast. Te trau ekuilibrit. Alban Dumit, përshëndes. Ja. Shiko. Është një rrugicë këtu, edhe kjo është e pashtruar. Ja, rrugë tjetër. Ja. Banojnë njerëz këtu. Edhe rrugët janë cop-cop. Po e lartë. Ne la makina tje. Po. Ju përshëndesim. Fitore. Do fitojmë patjetër. Edhe bëjmë Shqipërinë madhështore. E sinqeriteti u them. Mos keni as i dyshim. Do jetojmë të gjithë më mirë. Natën. Na dhe mirë.